shqetësime shëndetësore, ka humbur ndjenjat dhe po jepet ndihma e parë nga protestuesit. Ka humbur të fiktet, janë një pjesë e protestuesit të cilët po japin ndihmë kësaj, po kërkojnë ndihmë dhe nga forcat e policisë. Është një vajzë e cila nuk është në gjendje të mirë shëndetësore dhe po tentohet të ndërhyet për ta ndihmuar dhe për ta sjellë atë në kushte optimale shëndetësore për të bërë të mundur që të vijojë marrësimin e saj. Klajdi, në këto kushte mund ta konsiderojmë protestën të mbyllur me kthimin drejt kryeqytetit? Por le të themi që marrësimi vijon, nëse do të vendosin që të vijojnë marrësimi drejt Tiranës, marrësimi do të vijojë, por duke kthyer drejt Tiranës, por kjo, siç e thash, mbetet për të parë, por me sa kuptova, vendimi ishte për të mos pasur një përplasje me policinë, por për të vijuar protestën e tyre dhe rikthimit e Tiranës. Me sa kuptoj, ka dhe një tërheqje të forcave të policisë në Keleda, një pjesë e tyre po zhvendosen dhe po spostohen, pasi kanë kuptuar që qytetarët dhe protestuesit do të tërhiqen. Kanë lëvizur paktën forcat e rendit, kanë lëvizur dhe janë tërhequr, kanë mbetur vetëm forcat shqiponja së bashku me forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe 2 autobotet e ujit po vjojnë të qëndrojnë deri me sa duket në momentin që protestuesit do të tërhiqen dhe nuk do të kenë një përplasje me efektivet e policisë. Të shikojmë, paktën ky ishte vendimi dhe çfarë u lajmërua që do të tërhiqen dhe do të vijojnë marrësimin e tyre drejt Tiranës.